Bismillahirrahmanirrahim. Shumësia rrugëve për bamirësi. Allahu i madhërisëm thot: dhe çka të bëni nga të mirat, Allahu me siguri e di atë. Çka që të bëni mirë, Allahu e di. Surja Bekare 197. Ai i cili punon mirë sa grinca e sheh atë. Zelzele 7. Kush ka bërë mirë ka bërë për vete Gjathije 15. Për këtë temë ka shumë ajete, sa u përket haditheve ato janë mjaft shumë dhe të panumërta, po i theksojmë disa prej tyre, që tregojnë për shumësinë e rrugëve për bamirësi. Transmetohet nga Ebu Dherr Gjundub ibn Gjunade radiallahu anhu se ka thënë: i thash o i dërguari i Allahut, cila është vepra më e mirë? Tha besimi në Allahun dhe përpjekja në rrugën e tij. I thash: cili lirim robëri është më i miri? Ai tha: ai që është më i vlefshëm për familjen e tij, aty ku ka shërbyer dhe që është më i shtrenjtë në çmim. I thash: nëse nuk mund ta bëj? Pejgamberi tha: ndihmoj atij që bën mjeshtëri ose bëni mjeshtëri atij që nuk di mjeshtëri. Thash: o i dërguari i Allahut, e çka mendon nëse unë nuk mund të bëj diç nga dobësia? Pejgamberi alayhis salam tha: ruaju mos u bësh keq të tjerëve, e kjo do të jetë sadaka jote për veten tënde. Mutafakun alayh. Nga Ebu Dherri radiallahu anhu, po ashtu transmetohet se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo mëngjes për çdo nyje të trupit tuaj ka sadaka. Çdo tesbih, lavdërim të shprehurit subhanallah është sadaka. Çdo tahmid, elhamdulillah, falënderim të shprehur është sadaka. Çdo tekbir, madhërim të shprehurit Allahu Ekber është sadaka. Urdhëresa për të mirë është sadaka. Ndalesa ndaj të këqijave është sadaka. Krejt këtë e zëvendësojnë 2 rekate namaz nafile të paraditës duha. Transmeton Imam Muslimi. Po ashtu, nga Ebu Dherri radiallahu anhu, transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: me janë prezantuar veprat e umetit tim të mira dhe të këqijat. Dhe veprat e tyre të mira e kam gjetur edhe largimin nga rruga, atë që i mundon kalimtarët, kurse ndër veprat e tyre të këqija bën pjesë edhe pështyma e cila nëse bëhet në xhami, në ndonjë mënyrë paraqitet e nuk groposet. Po ashtu, nga Ebu Dherri radiallahu anhu, transmetohet se disa njerëz kanë thënë: o i dërguari i Allahut, pasanikët në te kaluan me shpërblime, ata falin namaz si ne, agjerojnë si ne, kurse përveç kësaj, nga teprica pasurisë të tyre japin sadaka. Pejgamberi alayhis salam tha: a nuk ju ka dhënë Allahu edhe juve me çka të bëni sadaka? Vërtet çdo tesbih, lavdërimi i Allahut është sadaka, e çdo tekbir, madhrimi i Allahut është sadaka. Çdo tahmid, falënderimi i Allahut është sadaka. Çdo tehlil, thënia la ilaha illallah është sadaka. Urdhresa për të mirë është sadaka. Ndalesa kundër të keqes është sadaka, edhe marrëdhënia intime me bashortën është sadaka. Njerëzit i thanë: o i dërguari i Allahut, a edhe kur ndonjëri prej nesh kryen marrëdhënie me bashortën ka shpërblim? Po, tha i dërguari alayhis salam. Me thuani nëse epshin e tij e përdor në haram, a nuk ka për të mëkat? Po, ashtu, nëse e përdor në halal do të ketë shpërblim. Pra në halal do të ketë shpërblim. Transmetohet nga Ebu Dherri, i cili thot: më tha pejgamberi alayhis salam: asesi në asnjë mënyrë mos e nënshmo asnjë vepër të mirë, po qoftë edhe ta takosh vëllain tënd në buzëqeshje.